PDK-ja. Valem Peka, për herë të parë në televizionet kosovare thehet rekordi i shikueshmërisë në rrjetet sociale 167.000 janë duke na ndjek mu dhe ty aktualisht televizionin duke gjini në këtë ndërmarrje. Që rritet dhe ma shumë përgjithsinë dhe me të drejtën nuk është që unë kam dyshu, unë shpresë për mej, për anës tonë kemi bo maksimumin, edhe unë besoj që ato kemi, si me thonë, shumë mirë me rezultat. Valem Peka, edhe një pyetje që e kemi më shef. Atë du me tregu kështu. Ma shumë se vetëvendosja u rrit debatluesi prej shkurtit deri në dhjetor. Po, na kemi pas një pyetje se cilat debate televizive i keni përcjellur gjatë fushatës zgjedhore dhe sigurisht që debatluesi qëndron larg, bën shumë i pari. Më vonë, ndoshta me qenë se fokusi ka qenë tek rezultatet e zgjedhjeve. Po, kuptoj, veç e shisha në raport edhe në raport me zgjedhjet, po edhe në raport me ndikimin në rezultat. Po. E tash, pyetja e mahershme që ishtim, pra çfarë ju ka shtyrë më së shumti të votoni për këtë parti politike, shihni dallimin në mes të votuesve të diasporës dhe votuesve rezident. Pra, 45.1% e atyre që kanë deklaruar se janë votues nga diaspora, po kanë votu këtu, e shohin liderin e partisë si arsyeja pse ju ka shtyr me votu një parti politike, për dallim prej 37% të votuesve rezident. Pra i kemi 8 pikë, 7 pikë dallim. Fokusi i votuesit të diasporës është që të votojë një subjekt politik për shkak të liderit të partisë. Për dallim prej, e shihni programin, ka dallimen, për shkak se le të themi platforma politike që kanë partitë politike, fokusi i tyre është votuesi rezident. 24.3% e votuesit të Kosovës, pra votuesit rezident, e shohin programin e partisë si nxitje, shtytje për të votuar subjektin X, për dallim prej 21.3% të diasporës. Dallim shumë më i madh. Shumë dallim. Edhe listën e kandidatëve e kuptueshme. Diaspora, si më thënë, nuk është që është e mëshirueshme me listën e kandidatëve. Nuk ka mishërim me listën. 12.3 tek votuesit e Kosovës, rezidentët, për dallim prej 7.4 të diasporës. E tash, duket që, po, kalojmë në diçka, kjo, shikues nderuam, doni me pas parasysh që kjo e tregon se qysh ka rrjedh vota orë për orë për secilin subjekt politik. Qysh e ka nis vetëvendosja dhe qysh e ka bitis në ora 19 vetëvendosja, qysh e ka fillu apo qysh e ka nis PDK e qysh e ka bitis PDK, qysh e ka nis e qysh e ka bitis LDK, qysh e ka nis AK e qysh e ka bitis AK. Pra, po e shini, le temi deri në ora 19, kur kemi pas më shumë, le temi brum për të analizu, vetëvendosja ka qenë 29.5. 29.5. PDK 18.6, LDK 15.2, AK 5%, edhe Nisma 1.3. Kujtohet tërmal, në shkurtin e vitit, këtij viti, nuk ishte ndonjë dallim shumë të madh. Pra, ashtu si filluan rezultatet, pothuajse përfunduan. Por nëse ki mbamendjen 2021, lëvizja vetëvendosje ka filluar shumë lart dhe pa të filluar me sa më shumë që ka lënë te koha, domethënë pjesa e ditës aq më shumë binte. Ne kemi pasur që trupa votuese e lëvizjes së vendosje ka votuar shumë më herët, por edhe diaspora ka votuar më herët. Mbase edhe votuesi i lëvizjes së vendosje i është përgjigjur pozitivisht thesës së zotit Kurthi për të votuar sa më herët që është e mundshme. Pra, në orën 19